Përshëndetje gjithëve, jemi takuar bashkë në Weekend Lovers për të folur sot për një temë që personalisht e kam shumë për zemër, do të nis tani me të ftuarën time dhe nuk e di se kur do të mbaroj. Gjithsesi, në një botë ku imazhi flet shpesh përpara fjalës, ngjyrat që veshim nuk janë thjesht estetik, janë mesazh, janë energji, deri në një farë pike edhe identitet. Çdo nuancë që zgjedhim komunikon diçka për ne, si ndihemi, si duam të perceptohemi tek të tjerët dhe çfarë statusi projektojmë pa thënë asnjë fjalë. Sot kemi kënaqësinë që të flasim me Roalba Eminaj, është konsulente imazhi për zbuluar disiplinën e ngjyrave, fuqinë që ato kanë mbi personalitetin tonë dhe mënyrën se si ndikojnë drejt për drejt në vetbesim, në autoritet, në sukses e shumë të tjera. Përpara se të hynim në studio, po flisja pak me Roalbën dhe tha që jemi në një javë ku po ndodhin shumë gjëra. Nis viti ri kinez, është eklipsi diellor, është hëna e re. Roalba, mirë se erdhe një herë që ti marrim me radhë të gjitha këto. Faleminderit për ftesën. Roalba jeton në Itali, jeton dhe punon në Itali, ka një shkputje shumë pak ditë që ka ardhur në Shqipëri dhe ne e morëm. Faleminderit që gjetë kohën që jesh këtu. Si ka qenë kjo periudhë për ty, Roalba? Plot gjyra? Okay. Kjo nuk vjet në diskutim. Jo, normalisht kanë muaj janar në përgjithësi viti i ri, gjithmonë fillon me mendime, me reflektime nga fund viti i vitit të shkuar. Por që në përgjithësi bën mirë, se bën mirë shpirtit, bën mirë pamjes, edhe janë të gjitha elementet që shkojnë së bashku, kështu që është një fillim i ri. Edhe sot jemi në ditë të shënuar, kështu që është shumë bukur. Tani, më ke thënë gjithnjë kemi pasur edhe një bisedë përpara se të takoheshim sot, që disiplina e ngjyrave është e rëndësishme, edhe analiza e ngjyrave në shqip ose armokromia. Por për gjithë ata që janë duke na ndjekur edhe nuk kanë informacionin kaq të bollshëm, ti ke studiuar shumë për këtë pjesë dhe mund na e thuash këtë, por çfarë është në thelb dhe pse ka kaq shumë ndikim në perceptimin ton? Analiza e ngjyrave ose armokromia bëhet pikërisht për të nxjerrë në patiparet në mënyrën më të mirë të mundshme. Domethënë është armonia e ngjyrave që ty të shkojnë. Dhe ka disa elemente që duhen ndjekur, nuk është se bëhet një element të them unë, një element të thonë një konsulente tjetër, nuk ndryshon me moshën, nuk ndryshon me peshën. Ato ngjyra që ty të shkojnë së tepërmi, ato ngelen për tërë jetën. Kjo do të thënë që është në armoni me tiparet e tua, si ti tregon syt, rrullat poshtë syve nëse ke, hijet, buzët do të jenë më roz ose në ngjyra të ngrohta. Elementet që përcaktojnë çfarë stine je, janë 4 stinët, si në stynët e natyrës, por nuk ka lidhje kur ke lindur apo cila stinë të pëlqen. Janë thjesht pika referimi në natyrë që ne në natyrë kemi të gjitha, edhe ngjyrat tona mund të shkojmë edhe t'i gjejmë dhe t'i shikojmë tamam që në jetën e përditshme dhe t'i përdorim. Ftohtësia është elementi që përcakton temperatura e lëkurës, që është ose ftohtë ose ngrohtë. Kjo të përcakton stinën. Pastaj janë disa elemente të tjera, siç është intensiteti i ngjyrave, domethënë janë ngjyra më të hapura apo më të shndritshme, është vlera, janë më të qelta apo janë më të mbyllura, dhe në fund një element i fundit që është kontrasti, si ke tiparet me njëra tjetrën, lëkura shumë e bardhë në krahasim me flokët e zeza, për shembull. Syt janë shumë të shndritshëm në krahasim me gjithë tiparet e tua. Dhe në bazë të këtyre 4 elementeve ne përcaktojmë një stinë edhe një nën grup. Domethënë, në grupi e ke vetëm kur një nga këto elemente del më shumë në pa, o je shumë e ftohtë, ke syt shumë të shndritshëm, je shumë e ngrohtë, i ke tiparet të gjitha flokët e kuqërremta për shembull. Këto janë të gjitha elementet që përcaktojnë një stinë. Dhe kur ti vesh, ndoshta edhe pa make-up, dukesh më re, më freskët, më gjallë, më në jetë. Edhe kjo është ideja. Kjo është ideja. Tani, sa ndikon hëna e re që ka nisur, eklipsi, gjithë këto fenomenet, sa ndikojnë në atë se çfarë veshim dhe se çfarë na shkon ne, apo është e lidhur çdo gjë me anën, me gjendjen tonë shpirtërore? Hëna ndikon tek ne sepse jemi 70-80% ujë, kështu që është normalisht që na ndikojë dhe në bazë të momentit që ne jemi, në bazë të karakterit që kemi, reflektimeve që bëjnë, ndryshojnë perceptimet e emocioneve dhe si ndjehemi, pastaj e shfaqim edhe në veshjen e përditshme. Kur jemi më në humor, ndjehemi më mirë, do veshim një ngjyrë më të qelët, më të hapur, më të shndritshme. Ndërsa në momentin që jemi pak më të mërzitur, do të reflektohet edhe në atë që do veshim.
por unë gjithmonë i shtyr klientet e mia që pikërisht në ato momente që jemi më të plagësht, të guxojmë me një ngjyrë që ta sjelli hare. Që ta përdorim ngjyrën që neve të zgjohemi, të gëzohemi, pse jo? Nëse kemi gjithmonë edhe një shtys, edhe një moment që të na thojë, okay, do kaloj edhe kjo, por që përgatitu për më të mirën, jo më të keqen siç e kemi ne shqiptarët. Ne atë mendojmë fare. Më të mirën, jo më të keqen. Ta ndryshojmë pak mënyrën e mendimit dhe mentalitetin. Nëse dikush dëshiron që të ndërmarrë një hap për të ndryshuar imazhin, nga ku duhet t'ja nis? Atëherë, nga konsulencat e mia unë si vërtet. Po çfarë ka ndodhur dhe nga rastet që ti ke pasur? Po. Unë vëre shumë te klientët e mia që nuk e bëjnë atë hapin e parë sepse thonë kur të dobësohem do ta bëj. Kur të ndryshoj shtëpi do ta bëj. Kur të ndryshoj punë do ta bëj. Nga t'ja fillosh është nga tani. Nga vetja jote, nga momenti i tanishëm. Po flas për konsulencat e mia, unë filloj gjithmonë rrugtimin, se më preferoj ta quaj rrugtim revolution, një është tamam që e bën një revolucion tek vetja jote. E fillon me një konsulent që quhet personal branding. Dhe aty kupton vlerat e tua, qëllimet e tua, kompetencat e tua, ku do të arrish, si percepton ti veten, si mendon se të perceptojnë të tjerët, si do doje, çfarë do doje të shfaqe, besim, hare, gëzim, distancë, me ngjyrat mund të luajmë në këto koncepte dhe jo vetëm me ngjyrat, po edhe me stilin që ti e shfaq. Kështu që për të përgjigjer pyetjet, ta filloja me një diçka të thjeshtë, ta dëgjoj një çik veten dhe ta shikosh në pasqyrë vetëm për 5 minuta. Jama, shfaqem ajo që dua të jem apo jo. Nga aty mund të fillosh me imazhin ose mund të fillosh edhe një punë me veten tënde. Çfarë do lloj profesionisti, çfarë do lloj aktiviteti që ty të ndihmon të rikthehesh në trupin tënd, ta ndjesh realisht, jo e influencuar çfarë thotë shoqëria, çfarë kanë thënë prindrit që në vogëli, çfarë thotë burri, motra, shoqja, çfarë thon trendet, çfarë thot moda, televizioni. Kjo është një temë tjetër. Shumë e gjerë. Po, ti përmend pasqyrën. Sa e rëndësishme është të zgjedhësh këndin e duhur për të parë atë ditë veten në pasqyrë. Duhet të kesh dritë natyrale, jo. Edhe kjo është hallë vetë apo jo? Po, ideale do të kishte dritë natyrale. Po thjesht edhe për të zgjuar ne, domethënë është shumë më bukur të hapësh dritaren dhe të kesh një dritë natyrale jashtë. Po jo gjithmonë është e mundur. Luan rol, drita natyrale në atë se çfarë ti zgjedh. Absolutisht. Prandaj edhe armokromia bëhet në dritë natyrale. Mundësisht kur janë dritat artificiale duhet të jenë neutrale. Sepse drita ndryshon, jo vetëm perceptimi, po edhe hijet në fytyrë. Kështu që duhen shumë vite eksperiencë që të arrish ta kuptosh stilin tamam, por mund të ndodhi se prandaj bëhen provat, se nuk është magji, është tamam një provë për ta parë edhe klienti kur është përballë. Ndërsa për të kthyer te shtëpia, jo vetëm drita e bukur, po ti si ndjesh kur e vesh atë veshje. Se mund ta shikosh në pasqyrë, mund të kesh dritën natyrale që me siguri ndihmon absolutisht. Por kur ti e vesh një fustan apo një tjetër, një pantallon apo një tjetër, në masën e duhur, atëherë ti e vëre diferencën. Dhe shpesh më ndodh me klientët e mia që vinë më thonë nuk di të vishem dhe nuk di çfarë ngjyrash të vesh. Kur vazhdoj me armokromin, me ngjyrat, me stilin, thonë ua po këtë e vesh pa e ditur, ua po ndihem mirë me këtë ngjyrën kur e vesh, nuk e kisha menduar, sepse nuk e vëm re. Është thjesht se nuk e vëm re, nuk kemi atë kohën. Në një farë mënyre, trupi, lëkura e di se çfarë do apo jo. E dallon. Dhe në mënyrë subkonshente ti e di shumë mirë çfarë ngjyre që të shkon. Dhe mbi të gjitha me çfarë ngjyre ndihesh mirë, ndihesh e bukur. Ajo është. Edhe prandaj unë e vë theksin gjithmonë, mund të më ndodhi edhe më thonë që jo, kam ardhur te një profesioniste, unë e dua paletën gati. Okej, shumë mirë, do ta kemi, por në jetën e përditshme, si do ta aplikosh? Duhet të ketë një çik ndërgjegjësim edhe dëgjim të gjitha. Okej. Ke më shumë klientë vajza që dëshirojnë të bëjnë këto ndryshime? Për momentin po, do dëshiroja të kisha klient meshkuj sepse janë shumë më të thjeshtë. Vërtet? Okej. Por me kalimin e kohës. Vetë ofruan, kështu që do merrem pas pak me ta. Është shumë dëshirë. Tani vajzat dhe djemt në Tiranë, besoj në Tiranë ke vizituar më shpesh Tiranën kur vjen nga Italia. Si vishen? Në kuptimin e asaj se çfarë ngjyre më shumë ata zgjedhin të veshin në stilin e tyre. Po, në Shqipëri vëre që djemt jemi tek e njëjta ngjyrë,
të zezë, gri, maksimumi blu. Rrallë herë kam parë djemë që të veshin këmisha me ngjyra që nuk është e bardha kur janë në punë. Ndërsa vajzat kurojnë shumë. Dhe kjo gjë më pëlqen, se edhe unë kur jam në Itali nuk bëj tualet pothuajse fare. Okej. Edhe sa herë që vi këtu dukem si njeri tjetër. Ta imponon ambienti. Plus kësaj edhe më konsulente imazhi që nuk lyhet, është pak e çuditshme, domethënë, biles edhe vjerra ime sa herë shkojnë në Shkodër, thotë po një çik puskuq do ta vësh. Kështu që dua të them që gjithë kultura shkodrane janë pa qeflie tani. Pikërisht. Dua të them që gjithë kultura shqiptare ka të rëndësishme që të duket bukur, të duket mirë, dhe trendet vinë shumë shpejt edhe në Shqipëri, në Tiranë. Por ngjyrat nuk përdoren së tepër. Ajo që kam vënë më shumë re janë zonjat në një farë moshe që janë konsiderojnë ngjyrat si element të përditshëm të tyre dhe i shoh me shumë ngjyra. Reflektimi që kam bërë unë me ato që kam vënë re në Shqipëri është që e bëjnë për të respektuar trendet, për të respektuar si vishën të tjerat, dhe nuk shoh një identitet të qartë. Është pak masive, domethënë si gusto. I shikoj shumë bukur të veshura. Ndoshta dress code-i nuk është i duhuri, por jo për veten e tyre, është gjithmonë për jashtë. Për jashtë, po. Po, a ka një ngjyrë që na përfaqëson ne si vend, me aq sa ke mundur të shikosh? Më kam përshtypjen e zeza është ajo që na ngjyrat e errta. Ngjyrat e errta. Po, mbizotrojnë. Edhe thjesht të bësh një xhiro në rrugët e kryeqytetit e ndjen të gjatë ajo. Edhe në tualet e ndjen, janë gjithmonë buskuq të rënd, janë kafe, janë bordeaux, vishnje, janë gjithmonë rëndes, domethënë. Po mirë, kjo për të ndjerë më të sigurt, sepse errta mbulon disa gjëra apo jo? Po, është një zonë komforti, është edhe një lloj mbrojtje. Se kur ne veshim për shembull buzëkuqin më të errët se ç'na lejon lëkura jon, nuk është në harmoni. Dhe unë së pari do shkoj atë buzëkuq. Okej. Edhe nuk jam e fokusuar te tiparet e tua, te ato që çfarë ti bën, po e kam mendjen te buzëkuqi. Se është çdo gjë një lloj optike dhe truri ka një përqendrim aty, kaq. E njëjta gjë vlen edhe për ngjyrat. Ne të zezën për shembull e përdorim në zi për të treguar dëshpërim. Normalisht ka edhe një funksion tjetër, se është elegante, është misterioze, serioze, kështu që është okay. Por është errët, nuk të jep një dritë. Kështu që prandaj edhe gjithë atmosfera, edhe veshjet përfaqëson pak edhe situatën, jo situatën e Shqipërisë, po energjinë e Shqipërisë, edhe ka një çik nevojë për më dritë, për shfaqje të gjitha ngjyrave që ne kemi, se jemi një popull që ka aq shumë ngjyra sa që i mbajmë në fre. Nuk e lejojmë veten që t'i shprehim thërësisht. Po mirë, ata që zgjedhin për shembull të veshin ngjyra të forta, është e vërtet apo është thjesht perceptim që ata kanë një vetbesim më të lartë se të tjerët? Po, është e vërtet. E identifikon kjo gjë? Po, kjo kleçk le të themi. Po, është e vërtet, sepse për të veshur një ngjyrë shumë të fortë, duhet të kesh një vetbesim edhe të thuash, okay, kjo më pëlqen dhe dua të tregoj. Mund të jetë edhe pak egocentrizëm që dua të më shohin. Mund të jetë edhe i shëndosh, nëse ka ndonjë gjë të keqe ti je egocentrik. Edhe në televizion, për shembull, drita ndryshojnë perceptimin e ngjyrave. Nëse një është një ngjyrë e fortë, normalisht ti do përqendrohesh tek moderatorja apo që prezanton, tek këngëtarja. Domethënë janë edhe veshje më skenike. Në jetën e përditshme, po, do të dukesh, ke besim te vetja dhe pse jo ta tregosh. Nuk ka asnjë gjë të keqe që ti të kesh besim te vetja dhe të tregosh që un jam, ekzistoj, më shikoni. Po ngjyra që mund të projektojnë ty si njeri me pushtet, a mund ta thuash një prej tyre? Me autoritet. Me autoritet zakonisht është bluja. Është bluja errët, po bluja më errët, blu nevi, që po ta vëmë re vjet edhe tek menaxherët, tek politikanët, tek CEO, tek kompanive, po janë gjithmonë onë të zezë, që nuk i shkojnë gjithkujt e përsëris gjithmonë, po bluja, kafja që janë ngjyrat e besimit edhe jesi me rrënjë në tokë, domethënë je grounded me këto ngjyra. Dhe t'i japin, ka një psikologji besimi tek ata që të shohin, ka një autoritet, ka një profesionalitet dhe jep besim, mund të të afrohen, mund të flasin, mund të mësojnë prej te, mund të stimulohen.
Okej. Edhe këtë edhe gria është edhe konservatore. Këto janë 3 ngjyrat kryesore që i japin kanë këtë psikologjinë të besimit, autoritetit dhe profesionalizmit. Okej. Po nëse shkojmë në një intervistë pune, Po, cila është ngjyra që ty do të tregonte profesionalizëm në radhë të parë? këto ngjyrat mund të jenë blu, por në nuancat e secilës paletë. Se e rëndësishme është që ti të jesh me ngjyrat që të përkasin ty, edhe në intervistën e punës. E para unë këshilloj gjithmonë që të njohësh ndërmarrjen, të njohësh edhe nëse ka një dress code për çfarë flasin, çfarë drejtojnë, çfarë menaxhojnë, dhe në atë mënyrë të shkosh e përgatitur në një farë mënyre. Përveç se ngjyrave unë e vër teksin edhe tek detajet. Mund të jetë një aksesor, mund të jetë një palvath, mund të jetë një printi, një xhakete. Mbaj mend shumë mirë në një nga mësimet në një klasat që kam bërë dhe na thoshte pedagogja gjithmonë që kam pasur rastin e një klienteve që i këshillova një xhaketë në ngjyrën e saj, po pas shpine kishte një print shumë interesant. Okej. Dhe ajo mbaj mend se kur doli jashtë ishte imazhi fundit që HR i pa dhe e zjodhën. Kështu që është shumë e rëndësishme të bashkangjisë disa elemente edhe gjua e trupit është shumë e rëndësishme përveç ngjyrave, se nëse ti paraqitesh në një intervistë pune dhe rri kështu ose me duart e mbyllura, domethënë që ti nuk je i hapur ndaj bashkëbiseduesit, do të shikosh në sy nëse rri me flokët në mënyra të tilla, domethënë që nuk je vetbesim, je aty për të mbrojtur, jo për të treguar diçka, atë që ti je realisht. Kështu që këto janë element përveç se të jesh në palet. Ngjyrat janë po ato, bluja, po unë nuk preferoj të jetë tek ato klasike, se profesionalitetin e tregon me shumë elemente, jo vetëm me ngjyrën. Kur ti ndihesh mirë me atë që ke veshur, patjetër do transmetosh edhe të gjitha vlerat e tua. Sa rëndësi ka copa që ti ke veshur në të ndjerit mirë me atë që ti ke në trup? No poliester. Okej. Kjo është Slogan. Kemi këtu në Shqipëri Mojra Alba. Slogan. Jo, okay, poliester mund ta përdorim, po jam më tepër në veshje teknike, veshje sportive, veshje të jashtme që të mbrojnë, sepse ka funksionin e saj dhe nuk do ta zhdukim tërësisht. Është si të hash gjëra që nuk të bëjnë mirë për shëndetin, po do i hash ndonjëherë, nuk është se do t'i zhdukim për gjithmonë. Jo, ato fibrat natyrale kanë edhe një energji më të lartë, se janë të natyrës, siç është për shembull linoja, pambuku, mëndafshi, kashmiri, leshi. Janë në kontakt me trupin, e ndjejnë trupin, ndihet rehat, ndihen në qetësi, janë të buta, thjesht edhe kur e prek veten pak kështu se kur të përqafojnë direkt, kalon në një status relaksi dhe kënaqësie tjetër, ndihesh më rehat edhe me trupin tënd. Ndërsa poliester ka aq shumë plastika brenda dhe po ta veshësh për ditë ndikojnë, jo vetëm në humorin, po edhe në lëkurën tënde. Mund të psosh irritime, mund të përthithësh me djersën disa elemente që nuk janë të mira për trupin, nuk të mban ngrohtë, nëse në dimër vesh poliester apo akrilik, do djersisësh, por nuk je ngrohtë. Kështu që plus, në qoftë se ti blen shumë fast fashion poliestere të lira, do t'i 2-3 larje ato do xhbëhen, do kenë cepa, do prishen, do dalin ato kuçkurizat, vjen një fjalë tjetër, kështu që nuk janë edhe estetike, pastaj do t'i hedhësh poshtë. Sa lek harxhon kështu? Ja vlen që të harxhosh gjithë lek për të blesh çdo sezon, rroba të lira poliester apo materiale sintetike, do ndikojnë jo vetëm në trupin, veshjen tënde, në dollapin tënd, në buxhetin tënd, por edhe në ambient, se janë shumë rroba që ne konsumojmë çdo ditë. Ti jeton në Itali, por me aq sa ke mundur të shikosh në këtë tregun ton në Shqipëri, a ka vërtet cilësi? Shumë rrallë. Unë mbaj mend që kam pasur një klienten time, kemi 2 ditë shopping për të gjetur një dyqan që të shiste një fustan mëndafshi. Okej. Ishte shumë e vështirë dhe në ngjyrën që i duhej asaj. Ka qenë shumë e vështirë, jam sorrullatur në gjithë Tiranën, në qendra tregtare shumë rrallë. Ndoshta nuk e di në brendet ose në dyqanet multi-brand që janë high fashion, ndoshta mund të ketë, por po themi në shtresën e mesme dhe pak të lartë, shumë e vështirë gjithsesi që të gjesh rroba cilësore. Dhe kam vënë që shumë tani shkoj edhe vajza në rrjetet sociale që promovojnë edhe second hand apo vintage. Po. Kështu që për ne deri diku ka qenë turp, ta përmendim që blenim të përdorura, por tani është okay, edhe në gjithë botën
ke plot lagje të tëra në Po, Paris me patjetër. dyqane vintage. Okej. Është edhe një trend, rikthimi i Pikërisht. veshjeve të vjetra, edhe i atyre që ke në dollap ndoshta që ti Pikërisht. ripërdorësh. Sepse moda është me cikle, vjen gjithmonë e vetëm se rivizitohen, ripërkthehen, stilistët ndryshojnë, por gjithsesi i marrim nga arkiva, domethënë edhe veshjet e viteve më përpara 10-20 viteve më përpara edhe më tej, ka një cilësi tjetër dhe ka materiale shumë të shëndetshme dhe shumë më natyrale. Të rrinë edhe më mirë në trup. Nuk është të thonë që të jenë vintage janë të përdorura gjithmonë. Siç i kemi në rrobat me etiketa në dollapet tona dhe vërtet. pastaj vjen fundi që i dhurojmë, ashtu ka ndodhur dhe më përpara, kështu Po, që. e vërtet. A ka një ngjyrë që ty të jep energji të mirë dhe një tjetër që ta thith gjithë këtë energji? Jo. Të jetë të kundërtën. Jo, në kuptimin që e verdha për shembull është ngjyra e çakrës këtu të solar plexus dhe ajo të jep dritë, të jep fuqi sepse ka të bëjë me fuqinë me këtë lloj çakre. Dhe nga aty nga vjen e gjitha. Po ta veshim të verdhën, automatikisht do ndjehemi më të fuqishëm, më të bukur, më të hareshëm, më të gëzuar. Edhe portokallia që ka të bëjë me energjinë femërore, me qendrën sakrale, çakrën sakrale, edhe ajo të jep gjithsesi janë ngjyra që janë shumë të hareshme dhe shumë të bukura, kështu që të nxisin, të bësh më shumë, të jesh më shumë, të jesh më tepër lojcake, lojtare në të tilla raste. Ndërsa për sa i përket që ta thitin energjinë, nëse ti të zezën, po kthejmë prapë vetë, jo se kam gjë kundër të zezës, po thjesht nuk u shkon të gjithëve. Nëse ti je një bardhoshe me ngjyra shumë të hapura, me kontraste shumë të ulta dhe vesh të zezën, humbet. Po dëgjoj, për shembull Trisi është një djalë që veshet me të zeza gjithmonë dhe po të vesh ndonjë ngjyrë, jo, nuk e shikoj dot. Po se je mësuar pra. Edhe ai është mësuar me të zezën. Nëse heq dot është aq e vështirë. Do i mbajmë një bluzë rezervë të zezë këtu po vesh ndonjë ngjyrë. Po se kur të vijë momenti thot ku e kam zonën time të komfortit direkt. E vërtet. Po ti e përmendë pak trendin, modën pak më parë. Ke ndonjë këshill për vajzat që janë gjithmonë në ndjekje të këtij trendi dhe përfundojmë duke u veshur të gjitha një lloj. Besoj ke parë në rrugët e kryeqytetit. Ku duhet bërë diferenca për të dukur pak me stil, elegante, tërheqëse? Ti personalizosh, ti bësh të tuat. Nuk ka asnjë gjë të keqe të ndjekësh trendet, sepse është edhe një stil që i përket pikërisht se ai mund të jetë creative ose mund të jetë high fashion dramatik, që ato jetojnë për trendet e modës dhe e ndjekin. Nuk ka absolutisht gjë të keqe. Për mos u bërë njësh me të gjithë, është ti vësh personalitetin tënd, identitetin tënd. Një detaj që të përfaqëson, një element që është i yt e përdor vetëm ti, një lloj kputuce që është e jotja dhe e përdor vetëm ti atë formë. Ti janë detaj që janë të tuat. Mund të jenë të huazuara nga moda, të marrësh inspirim, stimulim, por jo njësoj me të tjerat. Kjo njësoj me të tjerat ka dhe një shpjegim psikologjik, është një ndjenjë përkatësie. Domethënë, po të vish si të tjera, domethënë që je pjesë e grupit, je pranuar, je e parë, je e vlerësuar. Kthehemi gjithmonë tek nga brendësia dhe atë që kemi brenda e shfaqim edhe jashtë. Kështu që promovoj gjithmonë punën me veten edhe ta fillosh edhe me imazhin, nëse nuk do të bësh punë të tjera, domethënë të punosh me anë të tjera. Edhe imazhi është gjëja e parë që më vjen se kemi në dorë për ditë. Rrobat i kemi në dorë për ditë, revistat i kemi për dorë për revista, ndoshta jo, po rrjetet sociale i kemi në dorë për ditë. Kështu që mund të gjejmë shumë elemente që të jenë tonat, mos të jenë të gjithkujt. Që ta dim që ti Ada ka këtë elementin, e di, është Adës. Tani, sa po mund t'i duhet një personi, një vajze që këtë punën me imazhin e saj ta përkthej në sukses? Personal. Jo, mund të jetë direkt. Po, me ngjyrat që në paletën tënde është direkt. Shkon një intervistë pune, është e menjëhershme. Suksesin kur ti e ndjen ngjyrën tënde je xhan sukses. E shfaqe, është energjia e suksesi që u dallua menjëherë kur ti vjen e përgatitur dhe me e shijon veten kur e vesh atë rrobë. E vërtet. Tani, si e vlerëson evolucionin e imazhit publik në Shqipëri gjatë viteve të fundit? A jemi bërë më të vetëdijshëm për fuqinë që ka ngjyra në veshje? Jo, ngjyrën jo. Ngjyrën jo. Unë kam vështirësi sepse edhe emri nuk mbahet mend, edhe po çfarë bën ti? Është akoma nuk në televizione ose edhe në Shqipëri në përgjithësi, vëre që janë të njëjta ngjyra që rrotullohen, baza është pak a shumë e njëjtë, make-upi është pak a shumë i njëjtë, domethënë. Por diferencën e bën bukuria e personit, se ne
falë zotit kemi vajza shumë të bukura. Po, e vërtet. Po mënyra se si personazhet publik po ndërtojnë imazhin e tyre, ka ndryshuar, ka ecur? Po. Nga viti në vit? Po. Unë që kam 19 vite, gati 20 që jetoj në Itali dhe 10 vitet e para kam marrë shumë rrallë. Tani që po vi vitet e fundit për punë, vi më shpesh, ndryshimi është shumë i madh. Është një përmirësim shumë i madh, edhe ndryshojnë edhe elementet, ka një hapje më të madhe edhe mendore, i kuptojnë trendet edhe modën, edhe reflektojnë mbi ato që veshin, se nuk është majt i veshim se shoqëri kemi mundësit që ta bëjnë, por që ka edhe një logjik, edhe një punë nga mbrapa. Okej. Po gabimi më i zakonshëm që shikon te këto personazhet e ekraneve, cili është në lidhje me ngjyrat gjithmonë? Po, me ngjyrat po edhe me formën e trupit. Dua ta nënvizoj sepse janë aq të bukura dhe sikur fshihen. Nuk veshin ato në formën e duhur të trupit të tyre, që ta respektojnë edhe proporcionet, pjesën sipër me pjesën poshtë. Ngjyrat në përgjithësi nuk janë shumë të gjalla, të shndritshme. Po. Okej. Janë ngjyra të sigurta, janë ngjyra neutrale, po janë nga një anë e kuptoj sepse janë ato ngjyra që krijojnë më besim dhe afrimitet. Edhe ndoshta njerëzit ndjen më të sigurt kur shikojnë një moderatore apo në televizion një person që nuk shkëlqen shumë, atëherë kanë më të kollaj për ta ndjekur, ndërsa kur shkëlqen shumë ndoshta krijon edhe pak konflikte. Tiralda, ke një ngjyrë që të përfaqëson ty apo jo? Po, Leilaja, mam. Leilaja, vërtet? Po, e kuptojmë pak a shumë nga nuancat që edhe ngjyra në përgjithësi, por që ajo është më pëlqen së tepër. Okej. Tani do të bëj disa pyetje, mund të më përgjigjesh në mënyrë koncize, si të duash ti, janë shumë spontane. Kush mendon se është një nga figurat publike shqiptare që ka një identitet shumë të qartë në stil dhe në ngjyra? Aurela Gace. Okej. Kam si të ndryshe. E mirë kuptojmë. Aurela Gace, sepse ajo ka stilin e vetë, eksperimenton edhe me ngjyrat shumë, po në të vërtet stili është ai që ty të përfaqëson realisht, është identiteti yt. Kështu që sikur e mund pak edhe paletën e ngjyrave, sepse është ajo që ti vesh çdo ditë. Na duket sikur i shkon çdo gjë Aurelës. Pikërisht, sepse ajo i ndjen të gjitha ato që i vesh. Edhe e bën me gëzim, domethënë shton detajet e veta, i kuron edhe nëse nuk i pëlqen i shton i heq. Është shumë e dhënë pas outfiteve, pas lookut në përgjithësi skenik. Dhe duke qenë gjithmonë në sken normalisht ka nevojë për aggiornim. Të shpalos në sken, të gjithë shpalos në sken. Po, kështu që po. Edhe një tjetër që më pëlqen është Grida Duma. Më pëlqen shumë, ka një stil klasik, më profesional. Normalisht është një sektor tjetër, por që është dihet, domethënë dallohet. Okej, përdor si një armë. Po, është edhe tualetin. Po, edhe tualetin mbi të gjitha, make-upi është i rëndësishëm. Okej, tani nëse do të zgjidhje një figurë publike për një transformim total imazhi. Kë do të zgjidhje dhe pse? Më vënë pozitë. Ka disa. Totali jo, nuk mund të shpreh. Ka një emër. Jo, nuk e them dot. Një total, jo. Po jo total, okay, që ka nevojë për ndërhyrje. Jo, nuk më vjen një këngëtar apo diku. Ka disa për shembull edhe këngëtari që do t'i merrja ti të ndryshoja se nuk vlerësojnë ai shumë për formën e trupit, për tualetin. Veshin në kontrast me atë që janë realisht. Mund t'ju bësh dhe nder, duke thënë se në të mirë të tyre. Jo, s'më vjen në mend, në rregull. Ja, Aulona Mustan më erdhi një. Okej. Aulona vishet edhe ajo guxon, për shembull, por për formën e trupit do t'i këshilloj, po. Se nuk doja. Aulona vishet mirë dhe tualetin më pëlqen shumë edhe si personazh, por do t'i bëja një ndryshim, sidomos me format e veshjeve që ja përdor përveç ngjyrave. Po do ta ke shumë të lehtë se Aulona ka një trup shumë të mirë. Pikërisht. Edhe ka aq bukur sa që me format e dura do ishte lule. Tani, a kemi në Shqipëri një figurë publike që është ikon stili në kuptimin e plotë të fjalës? Përmend Gridën? Po. Atë do ta quaja Gridën edhe si ikon stili. Ka stil të përcaktuar, e mban, është besnike stilit të saj, e përfaqëson me shumë kurajë dhe elegancë, do thoja.
Kështu që po, do ta konsideroja në shumë aspekte si një ikon stili, se guxon edhe me ngjyrat, guxon edhe me veshjet, Edhe me me flokët. format, po, Okej. me grimin. Kush vishet më bukur në Shqipëri sipas teje? Artistët, moderatorët apo zonjat e biznesit? Jo, të thoja artistët, zonjat e biznesit vishem po me të njëjtat ngjyra, domethënë të errta, sepse mendohet që në biznes duhet të jesh serioze, të merresh seriozisht, por nuk është e thënë, nëse përdor ngjyrat, nuk do të thënë që nuk merresh seriozisht. Thjesht duhet të dish ato të tua dhe ti kombinosh në mënyrën e duhur. Ndërsa për moderatorët, po okay, po preferoj artistët sepse guxojnë më tepër. Guxojnë më Thjesht shumë. për këtë arsye. Po. A ka ngjyrë që të bën të dukesh me status, ë? Po. Janë ato ngjyrat që tani është edhe pak në mod old money, që të dukesh me pak dhe dukesh e shtrenjtë. Zakonisht janë ngjyrat neutrale, ato bezhët, ato grit, aesthetic. Janë të japin hieshi dhe dukesh e shtrenjtë me këto lloj ngjyrash. Do t'i konsideroj, do t'i veçoja si Okej. edhe zeza, gjithmonë në palet, por kim Jo parasysh. kujdo, ish Jo po me kujdo, zeza. kështu që preferoj të rrim te këto ngjyrat Okej. më të hapura. Cila ngjyrë të bën të dukesh më i besueshëm përballë dikujt? Po kthehem sërish te bluja sepse ajo është ngjyra, edhe kafja dhe të gjitha nuancat e saj, se kanë bën me ngjyrat e tokës, edhe je besim sepse njerëzve ju dukesh më me këmbë në tokë, je më i afrushëm. Këto janë edhe grija, këto janë tre ngjyrat që, siç thash më parë, janë ato që tregojnë më tepër besim. Okej. Po i kuqja, vazhdon të jetë ngjyra e pasionit? Ngjyra e Po. përjetshme e pasionit? Po, sepse përveç se është e pasionit dhe dashurisë, është guxim. Nëse mendon për Valentino, për Ferrarin, është çakra rënj, domethënë që është identitet i qartë. Unë jam, unë përkas edhe e di identitetin tim. Kështu që po, e kuqja është një element që ty tregon që po, sot dua të duka, dua të jem dhe dua të jap një mesazh shumë të qartë. Okej. E një tajp gjë vlen edhe me buzkuqin, që është i kuq, atëherë të req vëmendjen atë që ti thua. Të req vëmendjen edhe nëse ti do diçka në raporte romantike, e vesh të kuqin jep një mesazh ndryshe, domethënë që jam e hapur ndaj dashurisë. Kështu që po. E Okej. konfirmoj. Cila ngjyrë të bën menjëherë të dukesh më i fuqishëm? Më i fuqishëm. Tani, fuqishëm ka shumë kuptime, por po do kthem tek ajo e verdha, se e verdha është fuqi. Se je këtu kur kjo është qendra e vullnetit, është qendra e vetbesimit, kur ti ke të gjitha këto je automatikisht i fuqishëm. Edhe e Okej. verdha përfaqëson këtë. Okej, nuk e prisja fakt ishte e verdha. Aja, provoj. Dhe e fundit, pse njerëzit që vishen gjithmonë me të zeza japin një mesazh specifik ndoshta? Në qoftë se është edhe një lloj identiteti, ja, se në qoftë se ne veshim të njëjtën ngjyrë, duam që të dukemi në të njëjtën mënyrë dhe të identifikohemi ashtu. Është një grua, një moshuar në New York që vishet vetëm jeshile. Okej. E ka bërë trend jete. Edhe ajo është identiteti i saj. Kjo ngjyrë jeshile me një stil caktuar. Ndërsa kur veshim të zezën, mund të jemi të ndikuar nga tregu, se tregu e ofron shumë të zezën. Kështu që nuk është se kemi dhe shumë mundësi zgjedhje. Plus është një stereotip, është një e ngulitur në kokën e të gjithëve, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Itali, në Europë, që e zeza dukesh mirë. E zeza mund të kombinohet me çdo gjë. E zeza është e thjesht për ta mbajtur, duhet të jetë në dollap se tregon seriozitet, je elegante. Në disa raste po, në disa raste jo. Kështu që mund ta përdorim, nuk është se do ta zhdukim normalisht, po thjesht ta kuptojmë që nuk është elementi i nevojshëm i çdo dite. Okej. Miro Alba, unë të falenderoj shumë që ishe në studio. Faleminderit juve. Dhe të uroj shumë suksese, punë të mbar. Të kam pyetur një herë, e ke menduar të vish në Shqipëri për të punuar edhe për të jetuar dhe nuk më je përgjigjur. Ja, unë vi shpesh, me thënë të drejtën se çdo muaj jam këtu.
Duhet të mësojmë edhe unë akoma të bëj paqe tërësisht me Shqipërinë, që të mendoj një ditë të kthehem, po varet si shkojnë punët, kështu që ne të bëjmë të punën tonë. Se jo. Me ty. Po, jam shpesh, kështu që për momentin mund të vi, se shoqër Zoti Italia Shafër edhe është kollaj për ta. Patjetër, dhe për më tepër që sidomos vajzave të ekranit, por jo vetëm edhe djemve të ekranit, ju duhet një konsulent imazhi, kanë nisur tani absolutisht të kenë konsulent të tillë, por që nëse dëshirojnë të jenë në fokus edhe të transmetojnë atë që duan tek publiku, pa diskutim që duhet një si Alba. Faleminderit punë të mbar. Faleminderit gjithashtu. Okej, ne do të shkputemi për pak dhe do të rikthehemi sërish në studio.